Se forca e mëngjesit bie me moshën dhe çfarë mund të bëni realisht. Të zgjohesh në mëngjes me energji, vitalitet dhe reagim të mirë trupor, është një shenjë shëndetit të përgjithshëm mashkullor. Megjithatë, pas moshës 60 vjeç, shumë burra vënë re se kjo ndjesi fillon të zbehet. Kjo nuk është diçka për të turpëruar, dhe as një fund i pashmangshëm. Është një sinjal që trupi kërkon më shumë kujdes, vëmendje dhe stimuj të duhur. Çfarë ndryshon pas të 60-ave? Me kalimin e viteve ndodhin disa ndryshime natyrale. Ulja graduale e testosteronit, hormoni kryesor mashkullor bie ngadalë, duke ndikuar në dëshirë, energji dhe tonusin trupor. Qarkullimi i gjakut ngadalësohet, enet e gjakut humbasin pak nga elasticiteti, duke ndikuar drejt për drejt në reagimet fizike. Stresi kronik dhe lodhja mendore, shqetësimet financiare, familjare apo shëndetësore ndikojnë fort në sistemin nervor. Gjumi më i dobët, zgjimet të shpeshta gjatë natës ulin rigjenerimin natyror të trupit. Por lajmi i mirë është ky, trupi mashkullor edhe në moshë të thyre reagon shumë mirë ndaj stimulimit të duhur, sidomos kur ky stimulim është natyral dhe i rregullt. Fuqia e pikave të presionit, akupresura. Akupresura është përdorur prej mira vitesh në mjekësinë tradicionale kineze. Ajo bazohet në idenë se trupi ka kanale energjie dhe pika specifike që kur stimulohen ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, balansimin hormonal, shqetësimin e sistemit nervor, rritjen e vitalitetit seksual. Ndryshe nga trajtimet agresive apo ilaçet me efekte anësore, akupresura është e sigurt, falas dhe mund të bëhet në shtëpi. 2 pikat kryesore që çdo burr mbi 60 duhet i njohë. Shënimi i rëndësishëm, këto teknika nuk janë zëvendësimi i trajtimit mjekësor, por një ndihmë natyrale që funksionon më mirë kur kombinohet me stili jetese të shëndetshëm. Pika 1. Pika perineale, e quajtur pika e vitalitetit mashkullor. Vendodhja. Kjo pikë ndodhet midis testikujve dhe anusit në qendër të perineumit. Pse është e rëndësishme? Kjo zonë lidhet drejt për drejt me prostatën, nervat seksual dhe qarkullimin e gjakut në zonën gjinitale. Si ta stimuloni? Uluni rehat ose shtrihuni. Me 2 gishta, ushtroni presion të lehtë deri mesatar. Mbajeni presionin për 30-60 sekonda, duke marrë frymë thellë. Lëshoni dhe përsëriteni 2-3 herë. Efekti. Shumë burra raportojnë ndjesin ngrohtësie, relaksim dhe përmirësim të reagimit trupor, pas disa ditësh përdorimi të rregullt. Pika 2. Pika e veshkave kid 3. Vendodhja. Në pjesën e brendshme të kyçit të këmbës, rreth 2-3 mbi kockën e kyçit. Pse është e rëndësishme? Në mjekësinë tradicionale, veshkat lidhen me energjinë seksuale dhe jetëgjatësinë mashkullore. Si ta stimuloni? Me gishtin e madh, ushtroni presion rrethor. Masazhoni për 1 minutë secilën këmbë. Bëjeni çdo mbrëmje para gjumit. Efekti. Ndihmon në rritjen e energjisë, përmirëson gjumin dhe mbështet funksionin seksual në mënyrë indirekte. Se forca e mëngjesit është shenjë shëndeti. Zgjimi me reagim natyral në mëngjes nuk lidhet vetëm me seksin. Ai tregon qarkullim të mirë të gjakut, sistem nervor të shëndetshëm, ekuilibër hormonal, gjumë cilësor. Kur kjo shenjë mungon për një kohë të gjatë, është thirrje për ndryshim stili jetese, jo panik. Çfarë e rrit efektin e këtyre 2 pikave? Për rezultate më të mira, kombinoni akupresurën me këto zakone. Eci 20-30 minuta në ditë. Përmirëson qarkullimin dhe oksigjenimin e trupit. Ushqime që ndihmojnë vitalitetin mashkullor. Vezë, ara dhe bajame. Vaj ulliri, peshk, hudhër. Gjumi para orës 23:00. Hormonet rigjenerohen më mirë gjatë gjumit të hershëm. Ulja e stresit, frymëmarrje e thellë, lutje, meditimi ose qetësim mendore. E vërteta që nuk ta thon shpesh. Shumë burra mbi 60 mendojnë se është normale të humbasësh vitalitetin. Nuk është plotësisht e vërtetë. Trupi plaket, por reagon fuqishëm ndaj kujdesit të duhur. Nuk ke nevojë për turp, as për ilaçe të forta që shpesh sjellin efekte anësore. Ndonjëherë, gjërat më të thjeshta si shtypja e 2 pikave të duhura bëjnë ndryshimin më të madh nëse bëhen me durim dhe rregullsi. Gabimet që po ju ulin vitalitetin dhe si t'i ndaloni sot, le t'i zbërthem një nga një. Gabimi i rënjë, qëndrimi i gjatë ulur, armik i heshtër i burërisë. Shëndrimi ulur për orë të tëra ngadalëson qarkullimin e gjakut në zonën e legenit. Kjo do të thotë më pak oksigjen, më pak energji, më pak reagim natyral. E vërteta, edhe nëse ushqeni mirë, edhe nëse flini mjaftueshëm, ulja e zgjatur e bllokon energjinë trupore. Zgjidhja e thjeshtë. Çdo 30-45 minuta, ngrihuni për 2-3 minuta. Bëni 10 hapa. Shtrini lehtë këmbët dhe shpinën. Kjo duket e vogël, por ka ndikim të madh në qarkullimin e gjakut. Gabimi i rëndë, darka e rëndë dhe e vonë.
Shumë burra mbi 60 han darkë të rënd pas orës 20:00. Trupi, në vend që të rigjenerohet gjatë natës, merret me tretin. Pasojat, gjumi i cekët, ulje e hormoneve rigjeneruese. Lodhje në mëngjes. Çfarë të bëni? Darkë e lehtë, maksimumi deri në orën 19:00. Proteinat të lehta vezë, kos, peshk. Shmangni mishin e rënd dhe bukën e bardhë në darkë. Gabimi orë 3, konsumi i tepërt i sheqerit edhe kur nuk e vini re. Sheqeri nuk është vetëm në ëmbëlsira. Ai fshihet në bukë të bardhë, pije të gatshme, biskota dietike, drithëra të përpunuara. Sheqeri rrit insulinën, e cila ul testosteronin dhe ngadalëson qarkullimin. Alternativa: fruta të plota, jo lëngje. Mjajt në sasi shumë të vogla. Ara bajame, fara. Gabimi orë 4, mendimi jam plak është normale. Ky është gabimi më i rrezikshëm. Trupi reagon fuqishëm ndaj asaj që mendoni për veten tuaj. Kur i thoni vetes, kjo mosh nuk lejon më. Trupi ul reagimin, ul energjin, ul dëshirën, ndryshimi i mendimit. Zëvendësoni këtë fjali me: po kujdesem për trupin tim çdo ditë. Ky ndryshim mendësie ka efekt real biologjik. Ushtrime të thjeshta 5 minutësh e që rrisin qarkullimin. Nuk keni nevojë për palestër. Këto ushtrime bëhen në shtëpi. Ushtrimi 1, aktivizimi i legenit. Shndroni drejt. Kontraktoni muskujt e poshtëm për 3 sekonda. Lëshoni për 3 sekonda. Përsëriteni 10-15 herë. Aktivizon nervat dhe gjakun në zonën gjinitale. Ushtrimi 2, frymëmarrja e thellë abdominale. Uluni rehat. Merrni frymë ngadalë nga hunda 4 sekonda. Mbajeni 2 sekonda. Nxirni frymën nga goja 6 sekonda. 10 përsëritje. Ul stresin dhe rrit sinjalet hormonale natyrore. Ushtrimi 3, ecje në vend. 2 minuta ecje e lehtë. 1 minutë ngritje të gjunjëve, sa mundeni. 1 minutë ecje ngadaltë. Mjafton për të zgjuar trupin. Çfarë ndodh pas 7-14 ditësh kujdes të rregull? Shumë burra raportojnë gjumë më të thellë, mëngjese më energjike, ndjesin ngrohtësi dhe vitaliteti, më shumë vetbesim. Jo mrekulli brenda natës, por përmirësimi qëndrueshëm që ndërtohet çdo ditë. Ushqime që duhet i shtoni pas të 60 ave vezët. Burim natyral i proteinave dhe kolinës. Hudhra përmirëson qarkullimin e gjakut. Peshku, omega 3 mbështet enet e gjakut. Arrat dhe bajamet mbështesin hormonet mashkullore. Vaj ulliri ndihmon balancën hormonale. Çfarë duhet të ndaloni menjëherë? Pirjen e duhanit, alkoolin e shpesht, shëndrimin zgjuar deri vonë, ankimin e vazhdueshëm. Këto janë vjedhësit e energjisë mashkullore. Mesazhi drejt për çdo burr mbi 60. Nuk jeni të prishur, nuk jeni mbaruar. Trupi juaj po pret sinjale të reja. Kur filloni të lëvizni pak, të shtypni pikat e duhura, të hani më thjesht, të flini më herët, trupi përgjigjet. Dhe ajo zgjohet vetëm kur trupi merr sinjalet e duhura çdo ditë, pa stres dhe pa presion. Kjo pjesë e fundit nuk ka teori, ka praktik, rutinë dhe një mesazh të qartë. Nuk fiton ai që bën shumë, por ai që bën pak çdo ditë. Rutina e artë e mëngjesit 10-12 minuta. Kjo rutinë është krijuar posaçërisht për meshkuj mbi 60. Nuk lodh, nuk dëmton nyjet dhe zgjon trupin natyrshëm. 1. Zgjimi pa nxitim 2 minuta. Mos u ngrini menjëherë nga shtrati. Shëndroni shtrirë. Vendosni dorën mbi bark. Merrni 5 frymëmarrje të thella. Kjo i thot trupit, nuk ka rrezik, mund të aktivizohesh. 2. Stimulimi i 2 pikave 3 minuta. Pika që mësuat në pjesën 1. Pika perineale 60 sekonda presioni lehtë. Pika e veshkave kid 3 60 sekonda secila këmbë. Ky është sinjali kryesor për qarkullim dhe energji mashkullore. 3. Aktivizimi lehtë trupor 3-4 minuta. 30 sekonda shkundje e butë e këmbëve. 10 kontraktime të muskujve të poshtëm. 1 minutë ecje në vend. Gjaku fillon të qarkullojë, trupi i zgjohet. 4. Drita e diellit 2 minuta. Dilni në balkon ose pranë dritares. Dritë natyrale në sy pa e parë direkt diellin. Frymëmarrje e qetë. Kjo rregullon hormonet dhe orën biologjike. Çfarë ndodh kur e bëni këtë rutinë 21 ditë rresht? Shumë burra raportojnë mëngjese më të gjalla, ndjesi forcë pa tension, më pak ankth, vetbesim më të madh, trup më reagues. Jo sepse bën diçka magjike, por sepse trupi më në fund mori sinjale të qarta dhe të rregullta.
Gabimet e fundit dhe duhet t'i ndaloni PHS-ra krahasimi me veten e dikurshme. Mos u pyesni, pse nuk jam si në moshën 30? Pyetja e duhur është, çfarë mund të bëj sot për trupin tim? Presioni për performancë. Sa më shumë presioni vendosni vetes, aq më shumë trupi bllokohet. Trupi mashkullor funksionon më mirë në qetësi, jo në stres. Kërkimi i zgjidhjeve të shpejta. Pilulat magjike shpesh jodhin zemrën, rrisin presionin, krijojnë varësi, ndërsa rutina natyrale forcon trupin, nuk ka efekte anësore. Zgjat në kohë. E vërteta duhet të dini para se të mbyllet ka artikull. Forca mashkullore nuk është vetëm fizike, ajo është kombinim i qarkullimit të gjakut, shqetësisë mendore, besimit në veten, kujdesit të përditshëm. Një burr mbi 60 që ecën pak çdo ditë, ha thjesht, fle më herët, shtyp pikat e duhura, nuk e nënvlerëson veten. Është më i fortë se sa mendon. Mesazhi i fundit, mbajeni mend. Nuk keni nevojë të bëheni dikush tjetër. Nuk keni nevojë të luftoni trupin tuaj. Thjesht bashkëpunoni me të. Trupi nuk kërkon shumë. Kërkon rregull si qetësi dhe respekt.